Rivlerësimi pronave ka sjellë lehtësime financiare për qytetarët që duan të shesin banesat e tyre. Me tarifën e reduktuar brenda muajve të parë nga nisja e këtij procesi, kostoja fiskale e kursyer nga tatim-paguesit ka arritur shifrën rekord prej 104,3 milion euro. Ky kursim vjen si pasojë e mekanizmave lehtësues për rivlerësimin, proces që mundson pronarëve të përditësojnë vlerën e shtëpive, trojeve apo ndërtesave komerciale me çmimet aktuale të tregut, duke paguar një tarifë tatimore të reduktuar mbi diferencën e vlerës. Drejtori i Narea Reinaldo Pipiria thot për Skan se interesi për këtë proces deri tani ka qenë i lartë, duke e bërë si fushatën më të suksesshme për numër aplikimesh. Dhe nëse ne shikojmë statistikat, qoftë për numrin e aplikimeve, qoftë për volumin të argëtuar, qoftë edhe për volumin e rivlerësimit për numër aplikim, jemi shumë më mirë se vitet e tjera. Dhe nëse vazhdojmë në këtë trend, i bie që do të jemi viti ose fushata më e suksesshme e rivlerësimit pasuri paluajtshme, duke pasur parasysh që nuk është një vit i plot, fatkeqësisht për shkak se akti ligjor e dorë në vonesë, po themi nga marsi deri në fund të 2026-s, i bie që të jetë fushata më e suksesshme për numër aplikimesh për para të argëtuara dhe për volum rivlerësimi. Por cilat janë efektet që do të sjellë ky proces me çmimin e banesave pas sezonit turistik? Cilat janë të formalizuara tashmë vlera pasurive paluajtshme në karteret e pasurisë paluajtshme. Kështu që janë dy efekte shumë të mira. Presim që të ketë tjetër lloj ritmi tregu pasurive, sidomos pas sezonit të turizmit, sepse të gjithë e dinë që në një moment kur ka turist është pak më e vështirë për të blerë, sepse gjithë vëmendja shkon në drejtimin e blerësve të huaj. Pra ka më tepër presion në treg, ka dhe më tepër konkurrencë, edhe kryesisht shkon në vëmendja ndaj blerësve të huaj. Kështu që presim që gjatë shtator, tetor, nëntor dhe muajin dhjetor të ketë pak më tepër hapësirë për blerësit vendas dhe për çdo i cili do të gjejë një alternativë ekonomike. Kjo skemë mundson pronarëve të përditësojnë vlerën e pronave të tyre me çmimet reale të tregut, duke u ngarkuar me një kosto fiskale shumë më të ulët gjatë transferimit të mëtejshëm të titujve të pronësisë, përmes aplikimit të normave preferenciale të tatimit, të cilat janë parashikuar në kuadrin ligjor në fuqi. Zotëruesit e pasurive të paluajtshme kanë arritur të ulin ndjeshëm detyrimet që zakonisht derdhen në buxhetin e shtetit për këtë kategori. Afati ligjor për të përfituar nga këto lehtësi fiskale përfundon më 31 dhjetor 2026.